Dita 30. Premtimi i restaurimit, shpresa nuk vdes. Leximi i ditës, Jeremia. Vargu kyç. Unë do t'i rikthej robërit e popullit tim, do t'i rindërtoj dhe ata do të banojnë në to. Jeremia kapitulli 30, vargu 3. Shpjegimi. Pas shumë paralajmërimeve dhe gjykimit, më në fund të vjen një mesazh i mbushur me shpresë. Zoti nuk haron. Ai premton restaurim, shërim, rikthim. Edhe pse populli kishte kaluar dhimbje, mërgim dhe humbje, Zoti thot se kjo nuk është fundi. Në kapitullin 31 vjen një nga premtimet më të bukura. Një beslidhje e re, ligji i Zotit nuk do të jetë vetëm në gur, por në zemrat e njerëzve. Kjo është një shpresë shumë më e thellë, jo vetëm ndryshim rrethanash, por ndryshim zemre. Mesazhi është i fuqishëm. Zoti rikthen atë që duket e humbur, ai shëron atë që është thyer. Lutu me mua. Lutja e reflektimit. O Zot, faleminderit që nuk më haron, edhe kur rruga ime është e vështirë. Më jep besim të presë dhe të besoj në restaurimin tënd. Shëro çdo plagë në jetën time dhe rindërto atë që është thyer. Vendos ligjin tënd në zemrën time dhe më bëj një njeri të ri. Ti je shpresa ime dhe e ardhmja ime. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.